Brian porinte I vetëm në një restorant të vogël pranë rrugës kryesore të qytetit. Tavolina ishte prej drurit të vjetër, e gryer nga vitet, dhe përpara tij kishte një pjatë të thjeshtë, bukë, supë dhe pak djathë. Ishte një drekë e zakonshme, një nga ato ditë që kalojnë pa lënë gjurmë. Zhurma e makinave përziej me zërat e njerëzve, dhe xhami I restorantit ishte paksa I turbullt nga pluhuri I rrugës. Brian nuk ishte njeri që kërkonte shumë nga jeta. Ai punonte fort, jetonte thjesht dhe përpiqej të mos bëhej bar për askënd. Ndërsa po hante, sytë e tij u ndalën pa vetë dije drejt rrugës. Aty, mes kalimtarëve që ecnin me nditim, ai pa një figurë që nuk lëvizte si të tjerët. Ishte një nënë e moshuar. Ajo qëndronte pranë trotuarit, me një shamit të errët mbi kokë dhe një pallto të vjetër që dukej shumë e hollë për stinën. Syti kishte të humbur, si dikush që kërkon diçka por nuk e di çfarë. Duart I dridheshin lehtë dhe her pas here shikonte përreth, sikur rruga vet ta kishte tradhtuar. Brian ndjeu një shtrëngim në kreharor. Nuk ishte hera e parë që shihte varfëri apo pleqëri, por kishte diçka ndryshe tek ajo grua. Një urie që nuk ishte vetëm fizike, një uri për kujdes. Ai la lugën mbi pjatë. Mos u përfshi, I the vetes, ndoshta po pret dikë. Por sytë e saj u kryqëzuan për një çast me të tit. Ishte një shikim I shkurtër, por mjaftoi. Në atë vështrim kishte frikë, lodhje dhe një lutje pa fjalë. Brian thirri kamerierin dhe porositi edhe një pjatë tjetër, supë të ngrohtë, bukë dhe çaj. Kur ja sollën, ai e mbështolli me kujdes dhe dodhi jashtë. Era e rrugës ishte më e fortë nga sa e kishte menduar. Ai ju afrua ngadalë nënës së moshuar, pa dashur ta tremte. "Më falni," tha me zë të butë. "A jeni mirë?" Ajo u kthye nga ai, e befasuar. Për një çast dukej sikur nuk e kuptonte çfarë po ndodhte. Pastaj sytë ju mbushën me lotë. "Nuk jam shumë mirë birë," tha ajo me zë të dridhur. "Jam pak e humbur dhe e uritur." Brian ja zgjati ushqimin. "Ju lutem, merreni, është për ju." Duart e saj u drodhën edhe më shumë kur e mori. Ajo u ul ngadalë në një stol pranë dhe filloi të hante, sikur çdo lugë të ishte një bekim. Lotët I rrithnin pa zhurmë, duke rënë mbi shamin e saj. "Faleminderit," përshpëriti ajo. Nuk mendoja se ende kishte njerëz të mirë. Brian u ul pranë saj. "Si quheni?" "Më thërasin Mira," tha ajo. "Por sot nuk dia la his salam ku jam." Ajo kishte humbur rrugën për në shtëpi. Kujtesa e saj e tradhtonte her pas here, dhe qyteti që dikur e njihte mirë tani I duke I huaj. Brian e dëgjoi me durim, pa e nxituar, pa e ndërpremër. Kur ajo mbaroi së ngrëni, ai mori një vendim. "Do t'ju çoj në shtëpi," tha thjesht. Mira e pa me habi. "Do ta bësh këtë për mua?" Ai buzëqeshi lehtë. "Po, askush nuk duhet të humbas vetëm." Rrugët u bën më të ngushta sa më larg që largoheshin nga qendra e qytetit. Dritat e dyqaneve u zbehën, zhurma e makinave u shndërrua në heshtje, dhe hapat e Brianit e Mirës kumbonin lehtë mbi kaldrëm. Ajo ekste ngadalë, duke u mbështetur her pas here në krahun e tij, sikur të kishte frikë se toka mund t'i ikte nga poshtë këmbëve. "Kam jetuar këtu gjithë jetën time," tha Mira papritur. Dikur I njihja këto rrugë dhe me sy mbyllur. Brian nuk foli. Ai e dinte se kishte plagë që nuk shëroheshin me fjalë. Kur arritën më në fund para një shtëpie të vjetër, me mure gëlqëreje të çara dhe një portë hekurit të ndryshkur, Mira u ndal. Sytë u mbushën sërish me lotë, por këtë herë nuk ishte nga tristimi. "Kjo është," tha ajo me zë të ulët, "shtëpia ime." Brian ndjeu një çlirim të lehtë. Ai e ndihmoi të hapte portën dhe e shoqëroi deri te dera. Para se të hynte, Mira u kthye nga ai dhe e mbajti dorën e tij me të dyja duart. "Nuk e di si ta falenderoj," tha ajo. "Sot më shpëtove më shumë se nga uria." Ai u ndje në siklet. Ishte gjë e vogël. Mira buzëqeshi hidhur. Gjërat e vogla janë ato që mungojnë më shumë sot. Para se Brian të largohej, ajo shtoi: "Nesër në mbrëmje, do të doja të vinit për darkë, jo si detyrim, si mysafir." Ai hezitoi për një çast, por diçka në zërin e saj e bindi. "Do të vi." Të nesërben, Brian u ndjej çuditshëm nervoz. Nuk ishte mësuar të shkonte në shtëtitë e njerëzve që sapo kishte njohur. Kur trokiti në derën e Mirës, ajo e hapi me një buzëqeshje të mbrohtë. Shtëpia mbante aromën e bukës së sapo pjekur dhe të barishteve. "Nuk je vetëm," I tha ajo, dhe e ftoi të hynte. Nga kuzhina doli një vajzë e re. Flokët e errët I kishte lidhur pas koke. Fytyra e saj ishte e qetë, por syt kishin një thellësi që Brian nuk e kishte parë më parë. "Kjo është Sofia," tha Mira me krenari, "vajza ime." Sofia e përshëndeti me mirësjellje, por në vështrimin e saj kishte diçka më shumë se thjesht kureshtje.
sikur ta kishte parë tashma, sikur fati tua kishte kryqëzuar rrugët më herët. Gjatë darkës, bisena ishte e ngrohtë, por e mbushur me heshtje domethënëse. Mira i shikonte të 2 herë pas here, me një buzuqeshje të fshehtë. Brian ndjeu sikur po vëzhgohej, jo me dyshim, por me shpresë. Në një moment, Mira u ngrit dhe tha se do të sillte ëmbëlsirën. Ajo u ndal në prag dhe shtoi. Disa njerëz vinë në jetën tonë rastësisht, por nuk janë kurrë rastësi. Kur u largua, Sofia uli zërin. Nuk e di çfarë i tha dje, por ajo nuk ka qenë kaq e qetë prej vitesh. Brian u arabit. Nuk bëra asgjë të veçantë. Sofia e pa drejtë në sy. Ndoshta pikërisht kjo është. Pas asaj darke, asgjë nuk ishte më e njëjtë për Brianin. Ai u kthye në jetën e tij të zakonshme, në punë, në rrugët që i njihte, në netët e qeta ku zakonisht nuk mendonte shumë. Por tani mendimet i ktheheshin gjithmonë te ajo shtëpi e vjetër, te buzuqeshja e Mirës dhe te sytë e Sofias që dukej sikur shikonin përtej fjalëve. Ditët kaluan, por Mira filloi ta telefononte her pas here. Jo për ndonjë arsye të veçantë, vetëm për ta pyetur si ishte. Brian e ndjente se ato telefonata nuk ishin rastësore, por nuk e kuptonte pse. Një pasdite, Mira i kërkoi të vinte sërish. Kam diçka për të treguar, tha ajo, diçka që e kam mbajtur brenda shumë gjatë. Kur Brian mbërriti, shtëpia ishte më e heshtur se zakonisht. Sofia nuk ishte aty. Mira rinte ulur pranë dritares, me një kuti të vjetër druri në prehër. Duart i dridheshin. Para shumë vitesh, filloi ajo. Jeta ime u nda në dysh. Brian ul përballë saj. Instinktivisht ndjeu se kjo bisedë do të ndryshonte diçka thellë brenda tij. Kisha një djalë, vazhdoi Mira, i vogël, me sysi të tut, por isha e re, e varfër dhe e vetme. U detyrova të bëj zgjedhjen më të vështirë të jetës sime. Ajo hapi kutin. Brenda kishte fotografi të vjetra, një palë rroba fëmije dhe një byzilik i vogël metalik. E dhash për birësim, tha ajo me zë të thyer. Më tham se do të kishte një jetë më të mirë. Brian ndjeu një mpirje të çuditshme në gjoks. Nuk e dinte pse, por zemra i rrihte më fort. Kam kërkuar për të për vite, vazhdoi Mira, por nuk e gjeta kurrë, derisa dje. Ajo ngriti syt dhe e pa drejtë në fytyrë. Brian, ai djalë, ishe ti. Fjalët ranë rand, sikur ajri u bë më i dendur. Brian u ngrit në këmbë, i tronditur. Kjo është e pamundur, tha ai. Prindërit e mi, ata. Mira i dha një dokument, certifikat lindjeje, emri i saj, data, gjithçka përputhej. Ai ndjeu se toka po i largohej nën këmbë. Gjithë jetën kishte ndjer një boshllëk, që nuk e kishte shpjeguar kurrë. Tani ai boshllëk kishte emër. Dhe Sofia? Pyeti ai me zë të ulët. Mira uli kokën. Ajo është vajza ime, nga martesa ime e dytë. Heshtje. Një heshtje që dhemte më shumë se çdo fjalë. Brian doli nga shtëpia pa thënë asgjë. Ajri jashtëm ishte i ftohtë, por nuk mjaftonte për të shuar zjarrin brenda tij. Ai kishte ndihmuar një të huaj dhe e kishte gjetur nënën e tij, por kishte gjetur edhe diçka tjetër. Një ndjenjë që tani ishte ndaluar. Sepse zemra e tij kishte filluar të rrite për dikër që nuk duhej. Brian u zhduk për disa ditë. Ai nuk i kthente telefonatat e Mirës, nuk i përgjigjej mesazheve të Sofias. Qëndronte vetëm në dhomën e tij, duke parë tavanin, sikur përgjigjet mund të rrithnin nga qarjet e vogla në mur. Gjithë jeta e tij ishte rindrytuar mbi një të vërtetë që nuk ekzistonte më. Në pasqyrë shihte fytyrën e vet, dhe tani shihte edhe Mirën brenda saj. Ai donte të ikte, të zhdukej, por kishte diçka që e mbante peng. Sofia. Një mbrëmje, ajo erdhi vetë tek ai. Trokitja në derë ishte e butë, por e vendosur. Kur Brian e hapi, Sofia qëndronte aty, me sytë e skuqur dhe duart e shtrënguara. Pse po ikën nga ne? Pyeti ajo pa hyrë brenda. Çfarë kam bërë gabim? Brian nuk thye nga ana tjetër. Nuk ishte gati ta shikonte në sy. Nuk është faji yt, tha ai. Është e imja. Ajo hyri brenda pa leje dhe u ndal përballë tij. Nuk mund të më largosh kështu, jo pasi u bëre pjesë e jetës sonë. Fjalët e saj e goditën më fort se çdo akuzë.
Ai e ndjeu se po I thyhej diçka brenda. Ti nuk e di çfarë po përkon, tha ai me zot të dridhur. Sofia ju afrua një hap më shumë. Atëherë ma trego. Brian heshti gjatë. Çdo sekond ishte një luftë mes së vërtetës dhe dëshirës për ta mbrojtur. Më në fund ai foli. Mira është nëna ime. Sofia u ngrir, fytyra ju zbardh. Kjo nuk është e mundur, tha ajo. Ajo është nëna ime. Jam djali sa I parë, vazhdoi Brian, I dhënë për birësim. Heshtje. Pastaj Sofia qeshi lehtë, një qeshur që nuk ishte asnjë gëzim në të. Po tallesh me mua? Ai nxori dokumentet, ja zgjati. Ajo I pa, një nga një, derisa duart I filluan të dridheshin. Lotët I ran mbi letra. Pra, gjithçka që kam ndjer, përshpëriti ajo, ka qenë e gabuar. Brian u afrua, por u ndal në gjysmë. Nuk kuzoi ta prekte. Ndjenjat nuk janë gabim, tha ai, por realiteti është. Sofia ul në karrige dhe mbuloi fytyrën me duar. Qante pa zë, si dikush që nuk ka më forcë të bërtasi. Nëna ime e dinte, tha ajo papritur. Ajo e dinte dhe na la të afrohemi. Brian uli kokën. Ajo donte të shihte të lumtur, edhe nëse do ta shkatëronte veten. Këto fjalë e thyen diçka edhe më thellë. Atë natë, Brian mori vendimin më të dhimbshëm të jetës së tij. Ai do të largohej, jo nga urrëtia, jo nga frika, por nga dashuria. Të nesërme në mëngjes, ai la qytetin pa lënë adresë, vetëm një letër për Mirën dhe një tjetër për Sofian, sepse ndonjëherë mënyra e vetme për të shpëtuar ata që do është të zhdukesh nga jeta e tyre. Brian u largua pa u kthyer pas. Treni lëvizte ngadalë, sikur donte të jepte zemrës së tij edhe një shans për të ndryshuar mendje. Por Brian nuk lëvizi. Ai e dinte se po të zbriste, gjithçka do të shembej. Disa dashuri nuk janë bërë për t'u jetuar, por për t'u mbajtur larg, në heshtje. Qyteti vazhdoi jetën e vet. Rrugët mbetën po ato. Restoranti ende hapte dyert çdo mëngjes. Por për Mirën dhe Sofian, gjithçka ishte bosh. Mira e lexoi letrën e Brianit 10 radiallahu anhu herë. Çdo fjalë ishte një thikë e butë që I hynte në zemër. Ajo kishte humbur një djalë 2 herë, një herë nga frika dhe varfëria, herën e dytë nga e vërteta. Sofia e lexoi letrën vetëm një herë, pastaj e palosi me kujdes dhe e fshemu në sirtarin më të thellë. Ajo vazhdoi të jetonte, të punonte, të buzëqeshte për të tjerit. Por netve, kur askush nuk e shihte, ajo qante në heshtje, sepse kishte humbur dikë që nuk duhej ta kishte dashur kurrë, por që zemra e saj e kishte zgjedhur pa pyetur. Pas disa muajsh, Mira u sëmurë rënd. Sofia e kujdesej për të ditë e natë. Nëna e saj flinte shpesh, por në ëndra përshpëriste emrin e Brianit, sikur shpirti I saj kërkonte falje, edhe kur trupi nuk ishte më forcë. Një natë, Mira e thirri Sofian pranë shtratit. Ka diçka që nuk ta thash kurrë, tha ajo me zë të dobët, diçka që Brian nuk e di. Sofia u përkul më afër. Çfarë nën? Lotët I rrëshqitën Mirës mbi faqe. Brian, nuk është djali im biologjik. Sofia u shtang. E rrita këtë sekret gjithë jetën, vazhdoi Mira. Djali që dhash për birësim vdiq foshnjë. Unë nuk munda ta pranoja. Më vonë, kur pash dokumentet e Brianit, pash një ngjashmëri. Dhe e lash veten të besoj, sepse doja një shans të dytë për të qenë nën. Sofia ndjeu se po I merrej fryma. Pra, nuk jeni vëlla e motër, tha Mira. Alahi selam nga gjaku. Por Brian u largua duke besuar se po bënte gjën e duhur. Këto fjalë copëtuan Sofian. Të nesërmen, Mira ndroi jetë në qetësi, me një buzëqeshje të lehtë, sikur më në fund ishte falur. Pas varrimit, Sofia mori vendimin që Brian kishte marrë dikur për të tjerët. Të mos lejonte që frika të shkatronte gjithçka. Ajo e kërkoi për muaj me radhë. Kur më në fund e gjeti. Brian punonte në një qytet tjetër, në një kafene të vogël pranë stacionit të trenit. Kur ai e pa u ngrir. Sofia, pse je këtu? Ajo I zgjati një zarf. E vërteta. Ai e lexoi letrën e Mirës me duar që I dridhnin. Kur mbaroi, lotët I rrithnin pa turp. Unë u largova për asgjë, përshpëriti ai. Jo,
tha Sofia but. U largove nga dashuria, dhe kjo ka vlerë. Ata qëndruan aty, në heshtje. Pastaj, Brian foli. Nëse do të largohesh tani, do ta kuptoj. Sofia buzëqeshi me slotësh. Jo, këtë herë nuk do të ikim. Disa dashuri lindin nga dhimbja, disa nga sakrifica, por vetëm ato që i mbjetojnë së vërtetës, janë të destinuara të zgjasin.